ku mendojnë se duhet diversifikohet ekonomia shqiptare, le themi në planin afatgjat. Unë e kam parë Growth Labin, kam parë një ndryshim struktural të ekonomisë, dhe ju e keni shprehur në intervistat tuaja, nga fasoneria tashmë ka marrë më tepër, le themi, turizmi dhe pjesa e teknologjisë, por ku mendoni se duhet diversifikohet më tepër Shqipëria? Jo. Në dy drejtime, si nga ana e prodhimit të madrave, po kështu edhe nga ana e prodhimit të shërbimeve, të dy drejtimet duhen eksploruar. Por sa përket le themi të parës, madrave dhe politikës që në sensin europian do të quhet politikë industriale, që nuk kupton shpeshherë manufakturën, do të bërë investimin në ato lloj kapacitetesh që janë afër kapaciteteve ekzistuese. Me idenë që duke qenë se nëse shikon strukturën ekonomike të Shqipërisë, do mbështetesh mbi ato kapacitete që Shqipëria ka, ose nëse i them, ose nëse e them ndryshe, që do bazohesh mbi ato lloj njohurie që Shqipëria ka. Domethënë vërtet që mund thuash që unë do të bëjmë nesër pjesë të raketave që përdor Elon Musku për të bëjë fuqi bërthamore, por nuk bësh dot. Por që sa do që ta kesh këtë lloj ambicie, nuk e bën dot me njëherë, pra që duhet çik punë për të krijuar atë lloj njohurie, që është kështu si është know-how, domethënë ajo lloj njohurie që është vetëm në kokët e njerëzve. Domethënë ti mund të lexosh një libër brenda natës, po domethënë që është nesër dhe je afër për ta zbatuar atë gjë. Edhe kjo gjë merr kohë. Njëkohësisht, prandaj edhe rekomandoj që të paktën të zhvillohesh në ato drejtime që mbështeten mbi kapacitetet ekzistuese në vend. Pra, domethënë si në anën e prodhimit të madrave për eksport, sepse eksportet ty duhen si shtet gjithmonë. Fakt ju keni dhënë shembullin që bëni krahasimin me Vietnamin, mos gaboj një. Po, unë përdor një shembull të interesant me Vietnamin, sepse Vietnami për shembull në 95-ën, domethënë ekonomia ose eksportet e Vietnamit nga 95-a deri në 2021-2022 ngjarritën me gati 60 herë. Është një rritje domethënë e paparë, domethënë. Ose më saktë është parë gjatë viteve 70, 80 kur ekonomitë e tjera të Azisë Lindore janë zhvilluar aq shpejt. Edhe nëse duhet patur parasysh që në 95-ën Vietnami kishte gati 20 vjet që kishte dalë nga lufta, që ajo luftë ishte e tillë që u bombardua më tepër Vietnami dhe Azia Juglindore se sa u bombarduan gjithë vendet gjatë luftës botërore. Pra është një shembull domethënës. Pra por që të kthehemi kësaj që eksportet janë shumë të rëndësishme.